إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këto dita të ndritura I përcjellin profetit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, thot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an në suratul Baqara në ajetin 203. Tha Allahu xhalla xhelaluhu wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Allahu xhalla xhelaluhu përkujtonja Allahun xhalla xhelaluhu dhe përmendnja Allahun xhalla xhelaluhu në ditët e përcaktuara, në ditët e numëruara të cilët janë të caktuara. Valla thua si ti kuptojmë se cilët janë këto dita vetëm me shpjegimin e dietarëve të cilët janë komentatorët e mëdhenj të Kur'anit. Nëse na vetëm I lexojmë këto ajete qartë ashtu si mbas së gjuhës që ka ardhur, cilët janë këto dita të caktuara që tha Allahu xhalla xhelaluhu, përkujtoni Allahun xhalla xhelaluhu në ditët e përcaktuara. Cilët janë këto dita o vëllezër? Na I shpjegojnë komentatorët e mëdhenj të ummetit, të cilët ishin të mëhershëm, të cilët ato ishin të dalluar me dijen e madhe të tyre, ashtu sikur që na tha Ibn Rajepi rahimullah se shumica e mufessirëve, komentatorëve të Kur'anit, të parëve dhe të atyre të cilët erdhën pas, janë në shpjegimin se këto ditët e caktuara janë ditët e Teshrikut. Cilët janë ditët e Teshrikut? Çka janë ditët e Teshrikut? Ditët e Teshrikut janë ditët e 11, e 12 dhe e 13 pas ditës së Bajramit, ditës së therjes së madhe të Kurban Bajramit. 11, 12 dhe 13. Këto janë ditët me të vërtetë të mëdha, ashtu sikur që na tregoi Ibn Omeri radiallahu anhu dhe na I shpjegoi ky është sahabiu I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I cili tha se bëhet për shpejtimi që Allahu xhalla xhelaluhu e ceku këtu në këtë ajet dhe tha: kushdo I cili dëshiron që të përshpejton ditët e qëndrimit në Mine, ku haxhilerët qëndrojnë në 11 ditë, 12 dhe 13 në Mine për të I hudhur gurët në xhamarat, atje ku hudhen gurët të shejtanit. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, kushdo I cili e përshpejton për 2 ditë nuk është mëkat, e kushdo I cili don ta vonon dhe 1 ditë, pra të janë 3 ditë, nuk është mëkat. Por ati I cili është I devotshëm dhe ka frikë Allahut xhalla xhelaluhu që të arrin devotshmërinë, e tha nxitimi, tha Ibn Omer radiallahu anhu, është te këto ditat e Teshrikut. Janë këto 3 ditët pas ditës së therjes së Kurban Bajramit, janë dhe 3 ditë pas të cilët quhen
ejemut të shrik, ditët të cilët janë ditët e të shrikut. Çka do të thotë fjala të shrik o vëllezër dietarët në dy kuptime, por ajo që e shpjeguan shumica, se janë ditët e varjes së tharjes së mishit. Është quajtur ditët e tharjes së mishit, që në këto dita thernin kurbanët dhe xhilerët i mbarnin mishin, më herët s'kan qenë komoditeti, sikur që është e naqime e futur në friz, por e thernin mishin dhe e varnin mishin në diell. Dhe kjo fjala e varnin në diell e nxjerrnin pra për të lindur dielli për të i tharë ata, janë quajtur pra ditët e tharjes së mishit. E ditët e tharjes së mishit na i shpjegon kush pra? Na i shpjeguan ato të cilët ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur që tha Imam Ahmedi rahimullah, sa e shkëlqyeshme dhe mrekullueshme fjala Ibn Omerit radiallahu anhu, i cili na tregoi se ditët e caktuara të Allahut për ta përmendur Allahun, për ta madhëruar Allahun, janë këto ditët e të shrikut. Dhe kjo është fjala Ibn Abbasit, komentatorit më të madh të Kur'anit, djalit të Axhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili na shpjegoi se këto janë ditët e të shrikut. Këto ditët të cilët me të vërtetë në to theret kurban, dhe në to madhrohet Allahu xhel xhelalu, dhe në to adhurohet Allahu xhel xhelalu, dhe falenderohet Allahu xhel xhelalu, për arsye se këto dita kanë vlerë të madhe shumë dhe janë fest për ne muslimanë. Këto na e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Davudi, Tirmidhiu dhe Nesai nga Uqbet ibn Amir radhiyallahu anhu, i cili tha se dita e Arafatit, dita e therrjes së madhe, dita e kurbanit dhe ditët e të shrikut janë iduna ehlel islam, janë dita feste për ne. O vëllezër, këto dita janë dita feste për ne. Dhe tha pastaj janë dita haje dhe pije. Ejamu aklin wa shurb, janë ditat hajes dhe të pijes dhe përmendjes Allahut xhel xhelaluhu. Hadithin që transmeton Imam Muslimi, gjithashtu pra nga Nubejshet el-Hudheli radhiyallahu anhu, e shtoi pra me theksim, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ejamu të shriki, ejamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Tha ditët e të shrikut, pra ditët e tharjes së mishit janë ditët 11, 12 dhe 13, to ditët e bajramit të cilët na jetojmë dhe veç jemi në to. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë dita të hajes dhe të pijes, dhe janë dita të përmendjes së Allahut xhel xhelalu, për kujtimit të Allahut xhel xhelaluhu, derisa hadithin tjetër, të cilën e thekson me tekst pra, që e transmeton Abu Davudi dhe gjithashtu Ibn Majah dhe Nesaiu, nga njëjti sahabi Nubejshet el-Hudheli radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: inni kuntu nahaytukum an luhumil adahi fawqa thalath kayma tasa'akum. Tha, unë ju pa të ndaluar, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ta ruani mishin e kurbanit mbi 3 ditë. E pa ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të mbahet mishi i kurbanit më shumë se 3 ditë, për ta qenë i përhapur në të fukarat, e të përhapet për këto brenda 3 ditëve të shpërndahet, e të i përfshin gjërësia fukarat dhe ato të varfërit. Tha, po ja erdhë Allahu xhel xhelaluhu me lajmin më të mirë. Tha, atëherë kini drejta të sadeku, jepni sadaka prej mishit të kurbanit, ruani dhe hani prej mishit të kurbanit dhe të runi prej mishit të kurbanit. Tha, fakulu, wa të sadeku, wa të dëkhiru, hani prej saj, ruani prej saj dhe jepni sadaka prej saj. Mirësi e Allahu xhel xhelalu që në këto dita edhe të therish kurban, edhe të afrohesh te Allahu xhel xhelalu, ta përmendish Allahun xhel xhelalu, ta falendërosh Allahun xhel xhelalu, të hash e të pish e të gëzohesh se është fest e jona në këto dita, që na lutim Allahun xhel xhelalu që të bën dita të festës dhe gëzim për gjithë muslimanët. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, me të vërtetë se jemi në dita të çmuara, të vlerësuara dhe të shenjta, por fatkeqësisht te muslimanët gjen njerëz të cilët kalojnë këto dita të ndershme, të vlefshme e me pozitë të lartë te Allahu xhel xhelaluhu. Dhe këto tekste të cilët i ndëgjuat janë fjalë të Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët na theksuan vlerësimin dhe pozitën e lartë të këtyre ditave, por për fat keq gjejnë te muslimanët të cilët ju kalojnë këto dita sikur dita tjera të rëndomta,
pa asnjë vlerë dhe pa pakujdesi, as pa shprehje madhri dhe pa shprehje shenjtëri të këtyre ditëve të mëdha, të cilet janë ditë feste për na. I ngushtohet shpirti dhe zemra një muslimanit i cili Allahu ja ka bërë dirta të festës, ai ende ndoshta edhe në ditën e festës së Kurban Bayramit, në ditën e madhe, nuk mund të i qëndron pasi kindiseshe duke shkuar te ora e tij. Del në punën e tij. Ku është shmëshmëria, vëllezër? Nuk thomi se Islami dhe feja jonë ndalon punën. Feja jonë është e punës dhe e përpjekjes, për të punuar dhe për të arritur, dhe për të ngritur. Po ku është shmëshmëria dhe vlerësimi i ditëve që Allahu t'i caktoi ditë feste? Ditë përmendje të Allahut. Në këto ditë falenderohet Allahu, madhrohet Allahu. Nuk është të madhrohet Allahu vetëm ditën e Bajramit me muezinin spaku disa herë Allahu Ekber dhe pastaj të harrosh. Dita ku madhrohet Allahu vazhdimisht, të bësh tekbire me zon e të ecish e kado që të shkojsh, të bësh tekbire, thush Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Ta bësh ta madhrosh Allahun, ta përmendish Allahun, sa Allahu tha wadhkurullah fi ayamin ma'dudat, përmend një Allahun këto ditët e caktuara, që janë ditat të Bajramit, që ndoshta shpirti jon na shtrëngohet e nuk mund të i bëjmë sabër një ditë feste që Allahu na ka caktuar, edhe nuk mund na të jemi nga ata të cilët e madhërojmë. Dijeni o vëllezër, se një popull që vlerësimin edhe çmëshmërinë edhe ta madhron ritin e Allahut që Allahu i ka bërë dhurim, i ka bërë rite, nëse na nuk i madhrojmë, ta dim se ka humbur vlera e atij populli. Fillon të i zbehet imani i tij dhe të i dobësohet besimi i tij, atëherë kur ai e ka nënçmuar ritin e Islamit dhe shenjat e Islamit të tij. 2 ditë i kije fest e të shtrëngohet shpirti e të dalësh përsëri, do të punosh dhe do të kënaqesh, mirë po ku ngel vlerësimi i ditëve me vlerë të cilët janë të këtyre ditëve që përmendet Allahu xhel xelaluhu, të i ringjallmi këto ditë o vëllezër me adhurim, të i ringjallmi me haje, me pije dhe me gëzim, e të shprehim falënderim ndaj Allahu xhel xelaluhu dhe madhrim. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.